Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky ka mbërritur në Bruksel sot për një summit me liderët evropian. Zelensky bashkë me liderët evropian po zhvillojnë bisedime urgjente për Ukrainën, teksa udhëheqësi i kësaj të fundit ka falendëruar Europën për mbështetjen e dhënë. Zelensky shpreh mirënjohjen e tij ndaj Europës gjatë një jave në të cilën Donald Trump e sulmoi atë në shtëpinë e bardhë dhe njëkohësisht ndërpreu ndihmën ushtarake dhe pezulloi ndarjen e inteligjencës. Gjatë gjithë kësaj periudhe dhe javën e kaluar ju u qëndruat me ne. Nga të gjithë ukrainasit ne kemi një vlerësim të madh. Ne jemi shumë mirënjohës që nuk jemi vetëm. Kto nuk janë vetëm fjalë, ne ndjejmë atë, deklaroi Zelensky. Ndërkohë, presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen e quan këtë një moment i mbledhës. Është kaq e rëndësishme që ne të qëndrojmë së bashku. Ukraina është pjesë e familjes sonë europiane. Europa përballet me një rrezik të qartë dhe të pranishëm. Dhe për këtë arsye ajo duhet jetë në gjendje të mbrohet, thot von der Leyen. Samiti i Brukselit synon të rrisë mbështetjen për Ukrainën disa ditë pasi Shtetet e Bashkuara të Amerikës pezulluan ndihmat ushtarake për Ukrainën. Një pikë kyçe e këtij takimi mbetet dhe plani prej 800 miliardë eurosh për një rritje të madhe ushtarake. Ndërkohë Kievi zyrtar ka konfirmuar se në ditët në vazhdim, presidenti Zelensky do të shkojë për një takim të dytë në shtëpinë e bardhë me presidentin amerikan Donald Trump për të firmosur më në fund paktin e mineraleve që do të japë fund luftës me Rusinë.